Propaganda komuniste kundër kushtit të 5 të Islamit, Haxhit. Këtë luftë kundër shkuarjes në Haxh, që e ka zhvilluar Partia Komuniste, e tregon një dokument i datës 14 shkurt 1964, e lishuar nga Komisioni për Çështje Ideologjiko-Politike pranë Këshillit Ekzekutiv të Lidhjes Socialiste të Republikës Popullore të Maqedonisë, Dega Likovës. Përveç shumë gjëra tjera, ja çka thuhet në këtë dokument a më keq. Në rajon, në vitin e kaluar dhe këtë vit janë lajmëruar për në Haxh 42 persona. Këtu është vendi aktivistëve tanë në teren. Këtu duhet të aktivizohet edhe organizata lokale, organizata themelore të Partisë Komuniste, të bën kontakte me anëtarët e familjeve të atilla dhe të bëhet me dije për dëmin e kësaj dokurie. Pra, nga ky dokument shihet shumë qartë se komunistët kanë tentuar të deportojnë në mesin e familjeve, ti manipulojnë gjemë të haxhilerëve, që ti bindin baballarët e tyre apo ti pengojnë që të mos shkojnë në Haxh. Por fatmirësisht kjo propagandë nuk ka funksionuar, sepse Haxhi asnjëherë nuk ka ndërprer në rajonin e Likovës.